Jemi sërish bashkë të nderuar shikues, gati tani të zhvillojmë edhe bisedën e dytë, siç paralajmëruam, do të flasim për heroin e kombit Selim Berisha. Sot gjatë ditës ka pasur homazhe tek vari i Selim Berishës dhe ne kemi shfrytzuar rastin që edhe një pjesë të emisionit ta dedikojmë pikërisht këtij heroi, duke vënë fokusin tek librat që janë shkruar për të. Në studio kemi Zymer Mehanin, i cili është autor i librit. Përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Mirë se u gjej, përshëndetje. Dhe po ashtu vëllain e dëshmorit, njerësh shkrimtarin Qazim Berisha. Përshëndetje, zoti Qazim. Faleminderit që jeni me ne. Mirë se keni ardhur. Është kënaqësia jonë të jem me juve. Faleminderit shumë. Gjithmonë kur flasim për dëshmor, gjithmonë kur flasim për martedhet e lirisë, po njësoj edhe për dëshmor, gjithmonë e kujtojmë ditën që sot po jetojmë, për sakrificën e tyre, edhe gjithçka që ata dhanë, e që është gjëja më shtrejt jeta për me mri në këtë ditë. Do fillojmë me juve, pasi që jeni edhe vllai i dëshmorit, normalisht në këto ditë dhe në këtë ditë të shënuar emocionet janë të mëdha apo jo. Si e kujtoni vëllai? Pikërisht, fillimisht duhet ju falenderoj që na keni dhënë këtë mundësi këtu të flasim rreth vllaut tim, heroi të Kosovës, Selim Berisha. Janë emocionet përzira kemi, edhe të dhëmbjes, edhe të mallit, por njëkohësisht të krenarisë. Sot është 26 vjetori e rënies së tij heroike në altarin e lirisë. Sot bëm edhe homazhe me mikun tim edhe me fshatarët tonë, na nderoj edhe kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, në erën homazh, kështu që e përfunduam atë pjesë të... Po besoj që pavarësisht sa vite munden me kalu, prap dhimbja, emocionet, kujtimet, malli është sikur se s'ka kalu kaq shumë kohë apo jo, në të tilla data. Po besoj se çdo ditë, por në disa ditë janë më të vështira. Si u ndjet sot? Cili të zonin? Kom pak vështirë. E marrë moment. Se jam edhe me emocione, mirë po vllaun tim Selimin e kom pas edhe vllau, kom pas edhe shok. Kemi punuar së bashku 26 vite. Keni shkuar në shkollë, keni edhe në shkollë. Ai ka qenë profesor i historisë, unë profesor i gjuhës shqipe, bashk, shkollën e mesme normale ne kemi kryer bashkë, çdo hap që kemi qitë bashkarisht kemi qitë. Ta keni pas diferencë moshe? Unë tani. Në çfarë diferencë moshe keni pas me specie? Ai ka qenë 3 vjet para meje. Më thonë se jemi konë vëllezër, po dhe shokë të pandashëm. Po sot 26 vite më parë, herët në mëngjes, forca ushtarako policore jam synë lagjës sonë, është një lagja Gjafolli. Edhe na i pam tankë, i pam ushtrije polici që po vinë, edhe fëmija e vllaut Selimit i kanë tregu që po vinë. Ai i ka marrë, ka qitë jashtë, ka thonë ja, ona nuk lëvizi për këtu. Këtë ditë e kom pritë, thotë se ballafaqona me ta, du me në rrëdhë gjarë mësë. E i ka largua. Ma vonë në fund lagje si pash fëmijën e vllaut tash ku mbeti Selimit të unal. E di ta mirë që ai nuk tërhiqet, po aty ka me mbet. Për 2 orë jeshtë sa ka rezistuar, aty kanë arrit me dalë 4 fshatra me lëshup, që shtot populli pa therën kam, bari lev, drenës, brez, nisë për gas, i ndalin nisë për Prishtinë. E ai ka mbet aty, derisa shtëpia u granatu për në gjitha anëve, e ka mbet aty. Ka rezistuar, kështu heroikisht, ato ndjenjat se të premten kishte përfunduar mësimin të shtunën ai ra, me nxënës kishte ligjeruar nxënës qysh fitot liria, po ne nxënësit arsimtara, më na tregu qysh fitot liria.
Ai thot shikoni, ora zili e ra, por unë do t'ju tregoj të hënën do të shihni se çish do të fitohet liria. Faktikisht ai Edhe ashtu ndodhi. ndodhi. Ashtu ndodhi. Kishte parandjenja se nuk do të dorëzohej asnjëherë, nuk do të vdes pa kthye pushkën në Serbisë, edhe këtu një pozitë që e ka aty në libër që është, por Është kjo. nuk do të Nuk do të vdes, po vdes. një pozitë. Pash që është shkruar 24 ditë përpara saj të vritej apo jo. Edhe atje thot, nuk do të vdes me jasak në këmbë, nëse vdes, do të vdes me pushën e dorë. Edhe ashtu, këtë poezi e kishte shkruar 3 javë ditë, fiks, i bjen 3 javë ditë për para se të vije. Mirë, zoti Meani, besoj gjithmonë ata që ju shkruajnë herojnëve ka një përgjegjësi shumë më të madhe se me shkruajnë ndoshta një libër kështu të për dikon të zakonshëm ose të thjesht po e quaj. Cila ka qenë ndjenja për me shkruajt edhe besoj që duke e njoft edhe familjen, po duke njoft edhe përgjegjësinë për me shkruajt për herojnë, këtë rast për herojnë kombëtar Selim Berishën, besoj që përgjegjësia ka qenë e madhe apo jo? Shiko, ajo që ju e potenconi qëndron, sepse të shkrush për një figurë emblematike si që ishte profesori Selim Berisha, lyp ti e i guximshëm, të tjetë të dish edhe t'ja dalesh. Po ndërlidhna me fjalët e fundit që i tha profa i nderuar Cazimi. Ai të premteve, ditën e premte, majti orën e historisë. Ju tregoj nxënësve se liria fitohet vetëm me gjak. Do ta merrni vesh të hanën. Kështu ju ka thonë, kur i kam intervistuar ish nxënësit e tina për monografinë. Edhe ai të nesërmen vdiq, unë e kam thonë rënja solemne, sepse vdiq duke këndue. Tash, po jeti është ndërgjegjja kumbit, për me shkru për figura kombëtare, ai vetë do t'jeti i pastër. Unë nuk e kam pas vështirë të shkruaj për këtë titan të lirisë, sepse edhe profën Qazim, kolegë, edhe djemët e ti shok, edhe këta më kanë ofrue aqë që unë e kam kërku për ty në një arkiv të tërë, një mori dokumentesh, i kam vjel, i kam lexue, kam qajt, jam një krenar, jam përzi emocionet, por pas kësaj dhimbje të madhe, në ka arë një krenari edhe maj madhe, edhe dhimbjen e kemi izolue, shtu që edhe familja, po edhe ne krijuest bashkë me juve, mbarë kombi do t'jemi shumë krenar, se nga gjiri ju ka lind një vigan i tillë. Pikërisht, ky shkoj pas gjurmëve të jasharajve. A e din familja, as e din, unë nuk e di, por gjatë fullumtimit, unë kam gjetë dokumente se ky ka pas bashkëpunim edhe me Hamzi Jasharin, sepse janë shkolluar në një qytet të përbashkët, Mitrovica, atje në shkollën normale e Hasan Prishtina. Ka pasur lidhje? Ka pasur lidhje. Keni pasur këtë informacion që e përmend? Po, mu më kujtohet kur me vëllahun tim Selimin, edhe një shok që kishëm të shkollës normale, na njoftojt se në prekaz është një shfaqje, edhe apo vjen shkojmë. Nas kishëm shku kur asë njëherë në pjesa nej. Edhe shku mu në vëllahu Selimi. Në priti Hamz Jashari. Ademin nuk e kena pa, veç Hamzën e kena pa, edhe aj në prezentajt këta, dy janë shokët e mi, janë nga Prishtina, po janë në shkollë normale Mitrovicës. Në priti përzamërsisht, në luti që të shkojnë në familje tyne, po na e thamë, nuk kemë mundësi se na do të mëvëtu për Prishtinë, se si kima njeftu familjen, banë me rak familja atje, tha mirë e morë një liber e kështë pas,
e adhurej Selimit, të Filip Qerukës, është edhe e ka. Zoni i zemrës. Po, ja shene aty Selim Berishës, thot edhe Hamz Jashari, datën, edhe këthyëm. Kështu që, po, kishëm atë farë lidhje me ta, po më të farë, ishtë një dramë që luante edhe vetë Hamz Jashari në ta drame. Në gjimnazi aty ishte. Kjo ka qenë shkollë teknike, po më duket, po në shkollë, në gjimnazin e Mitrovicës. po Skanderajt luante ajo dramë. Po kjo ka qenë në 72-ën, më dhëmë shumë herët. Shumë herët. E përmendet më edhe që familja, pati juj, se gjithmonë është edhe për shqiptarin është një fat i jashtëzakonshëm kur shkruan, për shkak edhe për karrierën e vet, po sidomos kur ka kuj edhe t'i shkruan, apo në këtë rast herojit e tregove që ki patë qasje në arkiv. Qka t'ka po përshtypje në arkiv? Se përmende folje me shumë emocion, besoj që aty është një det i tërë që do shta dhe 2 ditë me ndajt, e kemi të lashe me përshkru gjithë emocion. Se pari ju falenderoj që po mep një rast të shfaqe. Unë në arkiv kam mësu këto sojnë. Prof. Selimi kish fillu ka herë të pregaditej për rënjën e ti sublime. Në një artikull në gazetën Bujku të vitit 97, që është monografi në këtu, a i thëtë, s'ka rrugë patësore. Rruga patësore u mbyll me falje e gjaqeve. Përderisa popujt, slav, të ish Jugoslavis, po për gjaken, neve s'na ka mbet tjetër, vetëm se arma. Edhe doli kja. Pastaj, ndërko, në një poezit vetën, 3 javë para se me ra, thot, nuk dua të vdes, sepse i due lullet. Lullet për to ishin nxënës të tina. Por, nëse vdes, s'dua të vdes me kokë një jastëk. Kjo neve na jep mesazhin se kë ishte i përgatitur për rënjën e tina madhështore. Po, Zoti Berisha? Po thëmë të vjesha, nuk duhet të vdes. Ata lecojnë që t'jemi të... Jastëk në kënd. Po, lirisht. Nuk do të vdes se shumë i dua lullet. Nuk do të vdes se i dua krojet. Nuk do të vdes se i duhem Kosovës, nuk do të vdes se i duhem nën Lokës. Nuk do të vdes me jastak nën kokë, nëse unë do të vdes me pushk në dorë, pra një rëfsh, bravo. Shkurt, 1999. Mesazh shumë i qartë. Shumë ka rënë me 20 mars, këtu shku me 24 shkurt në Shumë pak ditë më përpara, me gjitha dhe ju, si që thatë, pra i ka qenë i përgatitur. I përgatitur. Edhe e ka ndjenë do shta dhe vetëm bozhli për këtë vend, që ta jabë atë që kanë dhënë shumë dëshmor për lirin që ne sot e gëzojmë. Pikrisht. Më intereson, përmendet tash këto intervistat me nxënësit, besoj që jënë kështu shumë autentike, po e them, kështu në rrëfimin e tyre. Nga të regoni diçka nga rrëfimi i nxënësve, se ka raste, do të thot një intelektual, si që ka qenë profesori, nga një intelektual ta merë pushkën, plus besoj që edhe historia e ka lidhë duke ditë si profesor, atë që e thatë ju që duhet t'ja kthejmë pushkën armikut. Keni të drejtë, ne e dim se ishim në përbërjet tish federatës, edhe na imponueshim plan programet, sidomos në landet ma të ndihshme, si që është historia, gjuha shqipe, edukata muzikore të tjera. Profesor Selimi asë një herë planet e tyne nuk i ka përfil. Nëse e ka pas të spjegoj për luftën,
nacional shqiptarët ashtu quajtur populli Jugosllav, ai ka folë për luftën nacional shqiptare të popullit shqiptar, për figura kombëtare. Kështu thonin nxënësit. Edhe kështu kanë deklaruar nxënësit, edhe neve na mbetet ti besojmë fuqimisht se kur ty nesh nxënës t'jep intervistë duke qajt me lët, ajo është parametri më i mirë, se ajo është shumë i saktë dhe real. Kështu që profa i nderuar në krizmën e armëve i frymëzonte brezat, por diti edhe ta maj qysh diti deri dje ta maj orën e historisë, që ish profesor i historisë, me 20 mars 1999 e mbajti orën historike, sepse shënoj Landin. E vërtet. Ndë një rrëfim kështu për pos që ka kalon shumë përshtypje? Një rrëfim duhet ta doj me jo djallit tina të Liridonit, për mes telefonit, pardje. Prof si je mirë Liridon. Ishte fjala për librin e vogël, për poemsin. Po. Prof thaj pas ke njoft babin ma shumë se na. Më shku në latë, edhe janë ndërpreva. Se jemi njerës të ke funit, ta këpëtan. Ishte diçka sublime që do ta moj men për herë, kur ka ardhë profa Qazim Podujev me Liridonin, edhe na takomi shpesh, se jemi miqtë mirë. Mu dhim ke djali mi qelë temen, për këto e disha që maj fort, se para prakisht kam qef me njëftuë, thamone, po mësillet një ide, qka ka thonë shtypi Kosovarë dhe Shqiptarë për këtë figurë, a më lejoni, të tjo që të lejojmë, po arkiven e kjetë. Në dispozicion. Edhe une në atë momente e dita që puna u kryje. Në të tilla raste pra përjetësohet figura dhe emri dhe kontributi i njerëzve si profesori Selim Berisha, por me qenë se jemi në këtë datë të shënuar 26 vite më pas, si e kujton shoqëria, komuniteti, vendi, përmendet që sot në omazhe ishte edhe kryeministri i Kosovës, a mendon që po bëhet mjaftueshëm për këto figura? Dërgja. Profa i nderuam u përjetësue përmes poezisë, sepse janë shkruar një numër librash për ta. U përjetësue përmes monografisë të ndryshme. S'ka shkru veç Zëmer Mehani monografi për Selim Berishën, po ka shkru edhe Nusret Plana. Ka shkru edhe profa i nderuam atje prozën në Lukja, që flet për nënën Hatë. Nëna Hatë ishte aja që i frymëzoi Selimin, bashk me Gjirin, e me kaj edhe me atë dhe tarizëm. Pastaj për Selimin janë realizuar dokumentar, filma, janë realizuar këngë, pastaj për të janë bërë piktura, portrete, gravura, pastaj emra institucionesh, një rrugë e mban emrin e tina. Unë e kisha shfrytzuar rast që institucioneve të shtetit tim t'ja bëjnë një lutje që emrin e këtij burri, këtij vigani, t'ja vendosin një shkollë, një institucioni, sepse mas familjes Jashari, ky është figurë shumë e madhe, që bon me nam. Ky rezistoi 2 orë, kjo ishte strategji e tina, sepse në qatë 2 orë, me mira banor, patën mundësi të largohen edhe të shpëtojnë masakrimeve të mërshme që din t'i bëj vetëm armiku ju në shëkullur. Unë ndeshta të shtoj diçka. Bashkë me mikun tim Zëmerin e kemi nxjerrë një monografi për arsimtarët dëshmorë. Janë 450 arsimtarë e punëtor teknik që kemi nxjerrë së bashku atyre. Për emër të shkollës kemi tentuar se është vetëm Prishtina, komuna e Prishtinës, që nuk ka vendos emra dëshmorësh asnjë shkolle. Kemi vetëm 2 arsimtarë dëshmorë. Kemi Selim Berishën edhe një Krasniqi, Ibrahim Krasniqi është një fshati këtu Grashticës.
Vetëm këta dy janë dëshmor. Pastaj janë thëra me tjerë, po janë martir. Këtyre dyve në komunë Prishtinës nuk i kanë gjetë vend me lanë emrin e tyne. Kemi tentuar si shkolla ku ka punu Selimi 26 vjetë, Ty ndoshta të në ishte atë më shkollë përshtatshme. që mbon emrin e Ali Kelmendit. Kemi bo kërkesë në komunë, ne kanë këtu si Ali Kelmendi është figure pa kontestueshme. Me qenë se kohën e fundit kam gjetë dokumente, liber që ka është shkruar, që Ali Kelmendi është një emër i kamufluar se nuk ka Ali Kelmendi i pes, se nuk i dihet as kanë e ka babë, as kanë nën, as vëlla, as motër, as gjithë. Vetëm ka qenë një malezez që ka njoft gjuhën shqipe, edhe e ka quë Dimitrov e ka quë me përhap celulat komuniste në Shqipëri. E së dhe kësaj dite ende më hartë emni i këti komunisti, edhe ka vdekje natyrshme, e neve Komuna Prishtinës në këthej që është kjo emni pa kontestuar. Anë në sërti pa kontestuashëm, po hapen shkolla këtu në Prishtinë, treja, mu vendosë. Në t'i vjetë emni dhe një Paktën shkolla. këtyne dy asimtarëve dëshmorë. Selim Berishës Ibrahim edhe Ibrahim Krasniqi. Krasniqit. Por jo, nuk... deri më tani. Kemi shkua bashkarisht në Zemerin edhe në për komuna tjera, gjithkon në Skenderaj, gjithkon ku ka pas arsimtar që ka rënë dëshmor, e këshin vendosur emrat. Besojmë që edhe kjo të Besojmë që ndodhë, edhe kjo të edhe ndodhë. në Prishtinë se jo, edhe me hapjen e shkollave të reja, me nxyrime, ku besoj se do t'jepet edhe mundësia më lehtë. Ne ju falenderojmë shumë. Ish kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit për ju. Faleminderit për këtë ditë që ka qenë shumë emocionuese jo vetëm për ju, por edhe për neve që na nderuat edhe që erdhët në studio. Zoti ju bekoft. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Faleminderit edhe juve të nderuar shikues që edhe sonte ishit me ne, takimin e radhës